Adrian Gaxha, Floriani Vogël dhe Skilly Skills, një tjetër grup këngëtarësh që ndezën atmosferën festive të natës së sonte në emisionin më të pëlqyer tuaj në prive. E tani bëhuni gati, desertin nuk e kemi lënë për fund sonte, me që është viti i ri më mirë shkon në mes. Janë ato që gjatë gjithë vitit me mundësitë e tyre arrin të duken pothuajse perfekte, në top form, të stërvitura, në trend me modën e të tjerë. Janë këto femrat e estradës sonë të cilat dita ditës po duken mirë më mirë, kjo ndoshta edhe fal kujdesit të madh ndaj trupit dhe formave të tyre. Ato që do i shihni tani janë femrat më seksi të vitit, të cilat gjithashtu janë përzgjedhur nga ju të dashur shikues. E kush çfarë numri ka gravitur, do kuptojmë shumë shpejt tani në materialin e radhës. Harova dhe diçka, mos u mërzitni, disa prej tyre do t'i shihni edhe sonte duke performuar. Tradita tashmë vazhdon me femrat më tërheqëse në Shqiptari. Ato janë provokuese, të bukura me linja gati perfekte trupore, por mbi të gjitha janë femra të forta të cilat në mënyrën e vet përçojnë mesazhe dhe luftojnë për barazi. Vjeçja jonë ndryshon nga viti i kaluar, kush është në listë, presni, shikoni dhe befasohuni. Një ndër femrat seksi për vitin 2013, ajo e cila padyshim di të provokojë më shumë nga të gjitha, është Fjolla Morina. E vjeta në listë lirisht mund të quhet një mama super seksi. Është këngëtarja e cila nuk e ka bezdi ekspozimin e trupit në videoklipet e saj dhe shpeshherë është pothuajse gjysmë lakuriqe. Megjithatë, ajo gëzon forma trupore të përmasave ideale. Ka vithe të theksuara, gjithashtu fytyrë tërheqëse, ku së fundmi po e krahasojnë me Kim Kardashian. Vazhdojmë listën. Në pozitën e 9 gjendet Diana Avdiu. Modelja kosovare e cila është cilësuar mbretëresha e bukurisë e që përfaqësoi Kosovën në Miss Universe 2012 ka një portret tërheqës, rrezaton bukuri, spikat gjithashtu edhe me një trup të formuar bukur, ndryshe s'do justifikonte titullin që ka fituar Miss Fotogenia. Thjesht është një femër e kompletuar. Kurse për ju meshkuj që patet rastin ta shihni, ajo është ende beqare. Elvana Gjata natyrisht nuk mund të mungonte, sepse ka linja të theksuara trupore dhe përveç kësaj ka një fytyrë me tipare karakteristike, e cila atë e bën mjaft të pëlqyer te publiku. Dita ditës, Elvana po vën në pa pjesët të saj më të bukura trupore, është e lezetshme dhe padyshim se bën për vete shumë lehtë gjininë e kundërt. Elvana kësaj radhe renditet e 8 në listën e 10 femrave më seksi për këtë vit. Ajo është e thjeshtë, është e butë, është si arush, por mbi të gjitha është shumë provokative, por padyshim edhe seksi. Mjafton të shohësh klipin e fundit dhe të bindesh për linjat dhe të gjitha lëvizjet rëndëqethse që vetëm Dafina Zeqiri mund t'i bëj. Ka një imazh seksi, hot dhe trup për të cilin kujdeset në maksimum. E çka ka të keqe të zë vendin e 7 në këtë listë? Ajo pothuajse çdo herë është në formë e gjithashtu është në qendër të vëmendjes me pamjen e saj. Por, as Dafina nuk e ka fatin t'i ik skandaleve, madje janë të shumta e që e kanë përcjellur gjatë gjithë karrierës muzikore të saj. Megjithatë, bukurinë s'mundet dot t'ia marrë askush. Radha është për vendin e 6. Të gjithë e njohin si këngëtare, ajo së fundi ka sprovuar veten edhe si aktore. Vlona Qereti, e cila ka t'i kaluar mesataren e moshës, për sa i përket femrave me fizik të freskët dhe që cilësohen seksi, prapse nuk po e lëshon këtë ritëm. E si mos të cilësohet e tillë kur shfaqet kështu. Ajo madje di të jetë kogja provokuese. Vëmendjen e publikut ajo e rëmben jo vetëm përveç zërit, por edhe fal pamjes së saj fizike, një dukje glamuroze dhe gjithmonë joshse për audiencën.
Edhe pse matan oqeanit, Bleona i bën konkurrencë të fortë kolegeve, ndërsa fotot e saj, çdo mashkull i ka dikun në sirtar. Rita Ora është këngëtarja e cila dallohet për një stil personal dhe unik në të veshur. Por jo vetëm kaq. Ajo është një nga këngëtarët më të kompletuara jo vetëm fal zërit, por edhe fal pamjes së saj fizike, hot dhe seksi. Rita është mjaft atraktive dhe ka tërhequr gjithmonë vëmendjen e medjave, por ajo që e bën të mahnitshme është buzëqeshja e saj. Vetë fakti se Rita është kërkuar për imazh nga shumë firma të mëdha botërore, si Tom Ford, Rimmel e të tjera, nuk kupton pse e mahnitshmja, e bukura, e lezetshmja, seksi e shumë shprehje të tjera janë pjesë e emrit të saj. E dashur, kësaj radhe të takon vendi i 5. E katërta me radhë është ajo që çfarë do bën e shndron në hit, ajo e cila bëri që shpezët të duhen e të përgdhelen më shumë se çdo herë tjetër, ajo e cila më së shumti ka zënë vend në shtypin roz për gjatë një viti. E kush do ta kishte këtë karakter të fortë e burror femre të përballet me çdo lloj të fjalës armik përveç Altuna Sejdiut. Tuna është ajo e cila shfaqet çdo herë me imazhin e saj provokues në videoklipe dhe josh publikun me dashje apo pa dashje, fal një trupi super seksi e një portreti për lakmi. Tuna mund të themi se është një nga femrat më të kompletuara në aspektin fizik. Vendi i tretë takon superstarit Afrodita Dreshaj. Bukuroshja e cila nisi karrierën e saj si modele në moshën 17 vjeçare, padyshim është një nga femrat më elokuente me të cilën natyra është treguar mjaft bujare, sepse ajo gjithmonë ma gjeps audiencën me paraqitjet e saj, qoftë si modele, qoftë si këngëtare, madje ajo është mjaft e guximshme duke qenë se posedon përmasa trupore për lakmi. E din ti çka dua. DiCaprio nuk ishte budalla kur pa Afroditën e deshti në krah për atë sa zgjati. Por mos të harrojmë, ajo gjithashtu ka një portret mahnitës dhe shumë seksi. Na ndan vetëm një pozitë nga vendi i parë. E në pozitën e dytë si femra më seksi për 2013, besoni apo jo, është Ledina Çelo. Bjondja sharmante e cila pavarësisht moshës, gëzon akoma forma të përkryera trupore, vazhdon akoma të duket si një tinegjere edhe pas lindjes së djalit. Rikthimi i saj në muzikë gëzoi shumë fansa, por ajo çka i mahniti të gjithë është paraqitja e saj sensuale në skenën e këngës magjike. Ajo ka ruajtur linjat e theksuara trupore dhe një imazh të jetë të kuruar. Para publikut, dallohet për elegancën e saj në të gjitha paraqitjet, madje duket gjithmonë seksi me pamjen e saj, prandaj nuk mund të mungonte në këtë renditje. Ndërsa tani, vërtet do ishte mëkat nëse kjo pozitë do t'i takonte dikujt tjetër, përveç Nora Strefit. Padyshim është një nga këngëtarët të pëlqyera të estradës muzikore, e cila nuk spikat vetëm me talentin e saj në muzikë, por padyshim edhe me linja trupore të përkryera, të cilat her pas here nuk heziton t'i ekspozoj para publikut. Nora i është kushtuar mjaft edhe palestrës, ajo është më e mira dhe padyshim se i takon pozita e parë. Nora Strefi, një femër e fortë dhe e guximshme, di të provokoj aq mirë me veshjet e saj, paksa me prerje të egzageruara, por gjithsesi që nxjerr në pa, ndoshta më shumë se ç'duhet, hiret e saj të mahnitshme dhe seksi. Ajo ka bërë që këtë vit të duket dhe të quhet bomba e estradës. Përveç sukseseve që pati gjatë vitit, Nora është ëndra e çdo adoleshenti, e pse jo edhe mashkulli modern.
Nora, suksese!